Ne ishim 4 vite lëvizje e re, prej sot jemi rinisja. Por pse u bëm rinisja? Sepse lëvizja e re që kur lindi, u bë dhimbja ime, dhimbja jonë. Dhe sa rinisja është bekimi ynë. Nga lëvizja e re dolëm me plagë, por jo të mundur. Dolëm me gjak në gojë, por me fjalën ende të gjallë. Si thot Dostojevski, më jepni një dhimbje dhe unë do t'ju jap një kryevepër. Ne nuk u ndërtuam mbi fitore, ne u ngjizëm në mohim, në censurë, në prit, në balt, por dhimbja nuk na rrëzoi, na përvëlloi për t'u pastruar. Prandaj sillemi më thjesht të rinj. Tani jemi ata që rinisin, jo sepse duam të harrojmë të shkuarën, por sepse duam ta shpëtojmë të ardhmen. Rinisja nuk është një fillim i ri, është rilindja e shpirtit pas kalvarit. Është ajo që ndodh kur nuk dorëzohesh, kur dhimbjen e kthen në dritë dhe humbjen në themel. Nga hiçi bëm lëvizjen e re, nga hiri po sjellim rinisjen, sepse vetëm ata që digjen mund të bëhen flak për të tjerët.